Të gjitha partitë kanë mbaruar listat e tyre, tashmë është krejtësisht e qartë kush do të jetë në garë për deputet. Njëri prej tyre është afaristi i njohur, i cili krahas përfundimit të kësaj liste, krahas hyrjes në këtë garë për deputet, po feston sot edhe 21 vjetorin e kompanisë e tij, të afarimit kompanisë të tij në tregun kosovar. Kam ftuar pronarin e ISP Broadcast, drejtorin CEO kryesor, Qendrim Kryeziu. Kryeziu, faleminderit për kohën, urime për kompaninë, urime dhe suksese natyrisht për një garë që nuk do të jetë fare e lehtë. Nuk është e lehtë. Ka grindje, ka polemika, ka garë të, po them, të pamshëshmi, vedishëm je që ku ke i. Po i vedishëm jam edhe kam thonë djellë në postimin tim me vetëdije të plotë, di se çfarë gare nxet na pret, çka na pret, po nuk ka qenë lehtë me marrë vendimin për me hy politikës. Fare, thu nuk ka qenë lehtë. Fare nuk ka qenë lehtë. Nuk e kam pas në tërmend me hy, edhe kur nuk e kam pas mendu me hy, edhe kur nuk do të kisha hy, sikur Albinin nuk do të na vjedhte. Po filloj me na vjedh në xhepa, filloj me na vjedh në rrym, filloj me na prish ekonomien, filloj me na prish venin, filloj me shkatru këtë vend që bo me mund dhe me sakrificë. Pse po du me shkatru këtë vend? Pse me shkatru? Kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja kryesore. Unë në vitin 90 i kam pas 65% të familjes në Evropë. I kam pas në Amerikë dhe në Evropë, në Angli, konkretisht. Kam mujt me dalë qysh atëherë jashtë. Qysh i vogël mi bashkangjit baba. Po baba ka vendos me nejt, me jetu, me ndërtu këtë vend. Ashtu edhe unë pas luftës, kam pas mundësi mu bashkangjitin në njënën nga 14 daj që kam në Gjermani. Dhe në Zvicër, kam mujt me shku jashtë. Po kam vendos me nejt e me ndërtu këtë vend. Dhe sot, në vitin 2020 deri në 2025, me në arën e kryeministër që këshyrë me shkatru ekonomien që është ndërtu që 20 vjetë, a ka mujtë më bo ma mirë, që ka mujtë me thonë Albini, a keni mujtë me bo ma mirë, po dhe isha pajtu me Albinin me thonë, po kena mujtë me bo ma mirë, po s'kena ditë ma mirë, urë në bënë ma mirë. Po jo me shkatru. Jo me shkatru. Na ka thonë që kjo është arsyeja kryesore. Na ka thonë që qeverisja e Zotit Kurti u bë arsye kryesore e Zotit Kurti dhe për me ndalë të keqen. Arsye kryesore kjo qeverisje që ti ke vendosur Kem vendosur me ndalë të keqen në këtë vend. Asnjë gjë tjetër. Si afarist. Si afarist, sepse janë taksat tona që ai merr i shfrytëzon i keq përdor. Ai merr i keq përdor. Janë taksat tona, janë parët e mia dhe bashkolegëve të mi, që jem temeli këtij vendit, që me taksat tona ndërtohet ky vend. Me taksat tona paguhen policia, shëndetësia, punojës civil, zjarfiksat, ushtria, të gjithë zyrtarët e qeverisë, parlamentarët. Jo në 8 muaj patëm një cirk që sarrishin me bu një gjatë hajrit për me që për para i morën e vjedhen parët pa punu pa bu as i gjatë. As një vendim se kanë marrë për 8 vjetë, veç janë talë. Pastaj thoshin nuk kena me ble kur rrymë me Serbi. Jo rrymë, po kanë thonë s'kena me ble kur gjë me Serbi. Kemi ndalu, kemi qitë taksa, kemi bu tarifa, ata mbini miliardare vjedhen me Serbi. Na shrejtu të në rrymë. Na e dim që shrejtu rryma në këtë botën, po nuk është shrejtu 300%. Vetëm pse kom qenë mbi 50 punëtorë në kompani, po kom punu për me pas mbi 50 punëtorë. Edhe pretendojmë i boje 50, po 500. Po do kështë është gënjym shumë. Po shumë ish gënjym, se kena pagu rryma shumë se që duhet. Kena pagu 7 herë rryma shumë se që duhet. Kena pagu faturat, me shpenzimet e njëta 7 herë fatura. Qa kime bo si deputet? Si deputet. Këto kime godit interesin të trajtimit të... Si deputet, interesim dhe i dhomës tregtisë ku jam antar aty dhe shqetësimet e tyre që i ka marrë përsipër dhe bekimin e tyre që kam thonë kam vendosur me një kandidat për deputet dhe të gjitha shqetësimet tona të përbashkëta, pavarësisht a më votojnë apo nuk më votojnë, por problemet i kemi të përbashkëta. Këto probleme do t'i zgjedhi pas një kusht. Do t'i adresoj dhe do t'i flas vetë për gjithë se cilin biznes në parlament. Do t'jem zëri bizneseve dhe zëri punëtorëve, që në motori këtij vendit, që është ekonomia këtij vendit. Na kemi ende biznese sot ju shkelën të drejtat e punëtorëve. Edhe ato biznese që shkelën drejtat e punëtorëve, edhe atyre punëtorëve do t'i dalë ndihmë. Interesi jam është me nejt ky vend i popullum, jesh popullum.
Na, kur po flasim tash, në kohën e qeverisë së Kurti kena mbi 250.000 banorë që kanë shu Kosovën. Dhe na dalim thojmë, kena pas rritje ekonomike. Po normal që ke pas rritje ekonomike se 250.000 banorë kanë ikë për Kosovës. Edhe mo tash na kem krizë për punëtor, për me lyp punëtor me shtim punë ose në shtim punë. Edhe i thojmë krizë punë që s'ki kanë me marrë punë. Normal që shqirat kanë me dalë zarot ty aty, që ki stabilitet. Bashkë me kandidatin e juj për kryeministër, zotin Bedri Hamza. Bedri Ju Hamzën, mendoni që keni mi adresu me Bedri vendosmëri Hamzën, këto? jo që është fat me pas në parti, por diçka e jashtëzakonshme. Sone quaj një nga legjendat më të mira të mundshme të ekonomisë. Edhe është një, jo një vetëm super, po s'unë gjenë fjalë për Bedriun që sa është i qetë, i urtë dhe i matshëm në gjithë se cilën veprim. Që e merë edhe vetëm në kohën e Bedriut janë ngrit pagat. Në asnjë kohë as kujt tjetër. Edhe tash në kohën e Bedriut do të ndihmoj në çdo gjë në ekonomi, në çdo mangësi, në çdo gjë të mundshme që të hecin planet edhe projektet përpara të Bedri Hamzës që paga minimale të jetë në Kosovë minimumi 1.000 euro. Se një familje nuk mundet me jetu pa 1.000 euro. Ka mundësi mu bo, vetëm du të më rregullu regulatori i çmimeve. Ka mundësi mu bo. Do kanë me thonë, Allah s'munësh me bo, o, muj me bo. Vetëm du të milon pak synë, se synë ju ka prish gjithë. Lakmia e madhe dhe idiotsitë e mëdhaja. Se mundet me bo, nuk është e pamundshme ajo. Si ke mendu asnjëherë dhe më thonë që ty hysh garës Jo, për deputet? kur njet. Nuk e kam mendu, kam pas mundësi se kam pas njohje familjare motin mbrana Partisë Demokratike që ku mujt me hyj, po nuk e kam bo ato. Edhe kam pas herët mundësi me fillu. Derisa erdhën në pikën e vlimit. Derisa erdha në kulmin e shkatrimit i vendit. Sepse është kulmi i shkatrimit. 250.000 banorë jashtë Kosovës. Mbi 300% shtrejtim të rrymës. Shporta tu ka shtrejtuan për me hongër me pi, dhe sot do me pas rrogën, nështë edhe 2.000 euro Vini nuk zgjidhja dalën. që jepni premtime për transformim të ekonomisë. Po mëre, unë i di detajet, i di problemet e ekonomisë, se për ditë balafaqona me to. I kam bi 80 rroga me thonë çdo muaj. Dhe sot po shënon Edhe 21 vjetorin e 21 kompanisë. vjetorin e kompanijës, edhe sot po mendoj që gjatë mujtë të arshëm ti marrë dikun edhe një 30 punëtor të hoteli. Unë di edhe me gjithë punëtorin, di edhe me rritë rrogën, di edhe me afru tregon për me hapë vendet të reja të punës, di me botonat. Na kemi edhe një të keqen, se na kena pas mundësi me pru edhe investitor për energji elektrike. Po është pikrisht Albin Hajni që i ka uzurpu 58% të territorit Kosovës. I ka marrë këtë prona shtetërore, ja ka marrën asajna KPPMM-ja, çka është kjo? Agjencisë Kosovare të privatizimit. Na jemi mbretni këtu, çka jemi? Kur e kena shpallë Kosovën mbretni? E kanë votuar njerëz. Kur e kena shpallë Kosovën mbretni që Albin Hajni mi marrë pronat tona, që kem të drejtë, mi marrë shfrytëzim, me vendos këto flutrat për me pru rrym, ishte kundër kompanisë amerikane për rrym, kontrol kobollit, që e kishte marrëveshjen e garantuar vetëm 80 euro kilovatin e rrymës. Sa jam të pagu në sot? Atëherë të kjo është shumë shtrejt, e sot se e të pagu rrymën. Albin Kurti nuk din me menu kur gjë në ekonomi. Ai din me lezu në libër. A nisi festa për ty? Sot jeni të festën e ditëlindjen e kompanisë? Festa ka fillu dje, se ditëlindja e kompanisë ishte dje. Po, nuk më isha me pas 2 gëzime një ditë. Po. Edhe më ftohen nga partia, thanë se je certifiku që ti është kandidat. Po. Edhe më pyetën cilin numër po dënë, zgjedha thanë cilin dush. Por kërkesa ime, edhe si i ri, edhe si fillestar, thash ta kem bë numrin 103. 103? Po, ishte kërkesa ime ta kem numrin 103. Lidhet me na gjë, veç? Po jo, na e kem 10 kandidat. Po. Mi votu. Dhe në 10-shën e secilit kandidat do t'jemi i treti i vërteti. Kështu që të vetëm në mundësi, çdo qytetar i Kosovës, nëse don ekonomi do mirë fillte, dhe nëse don zgjerime edhe rritje të pagave, rrogën e 13 që do t'i ndihmoj çdo biznesit ja e punëtorëve, jo ta kenë vetëm sektori publik, po ta kenë edhe sektori privat rrogën e 13. Ato unë muj mi ndihmu Bedrijës në rregullimin e ekonomisë, se secili biznes t'ja jap edhe rrogën e 13 punëtorëve. Gjithashtu edhe pushimet mja rregullu siç duhet. Ta kenë një mundësi, të kanë garanci edhe bizneset që punëtorit nuk ka me ikë, po edhe punëtorit nuk kanë një shkel të drejtat.
E këto e di mas mire me po. S'është punë e jam ja kështu... Për çet arsye i ke hy edhe për çet garës. arsye i kom hy garës. Që mi ndihmu të rritë, me nejnë këtë vend, me paga të Gjermanisë, edhe me standardin e Kosovës. Gjë që e garantoj 1 miliard% se mund ta bëj. Dhe do t'ja ulmi në shpenzimet e rrymës, sepse në shumë mëdha që përna i vjedh Albini, edhe qysh në javën e parë, sot do që t'hyjmë aty mrena kemi ndërprerjatur marrëveshje. Me njëherë. Me njëherë, sepse janë të dëmshme. Të Zorrejës, vendimin e Zorrejës. Vendimin e Zorrejës, në vendimin e Zorrejës e kom fitu gjykatën. Po na ka ardhur aty qeveri mbi qeveri, hajni mbi hajni. Se këta nuk e nalin qeverin aty Zorreja, nuk e nal ato. Pse nuk e nal ato? Pse nuk e respekton gjykatën e Kosovës? Albini vetë ka thonë, s'ka askush përmi gjykata. E tash, gjykata kujna është kjo, në kohën e kujna u morë kjo vendim. Në kohën e Hashim Thaçit, në kohën e Kadri Veselit, në kohën e Abdullah Hotit, në kohën e Ramushit, apo kem Albinin kryeministër. Kjo gjykatë ka morë vendim që ky vendim është i pafalshëm, është direkt në dëm të ekonomisë, dhe sot Zorreja nuk del me respektu ato. Ky është shkatrimi, se këta janë marrë vesh me Zorrejën, me na vjedh, me na plaskitin. Janë marrë vesh me kompanien Nova, me na plaskit. Tonë na hymjet e Kosovës, se vjen rryma në Kosovë, i ka ble portat, i ka rezervuaja. Qysh po më i kam i rezervu me bo monopol? Çka na ka fol Albini për monopole? Që do na ka pru shpirtin për monopole? Bele kam edhe një rast që më ka ftu pikrisht kundër disa konkurrentëve të mi. Edhe më ka thonë t'jap gjithë shka veç ndihmon, po do t'a lë për ma vonë këto. Do t'a lë për ma vonë, se kam pas 2 orë gjysmë takim. Kjo është një hyrje. Kam pas 2 orë gjysmë takim për punë të monopolit. Për punë të monopolit, edhe sot dajna bën monopol me Novën. Kjo është poshtërsia më e madhe që mundet me na bë dikush. Me na vjedh Nga natën, diskutimi ju të edhe peshot na që rrejt profili ditën. është ekonomik. Brenga është ekonomia. Bereka ime është ekonomia, më zhvillu ekonomia, se nëse nuk i ekonomi të mirë, edhe ti ndoshta nuk mendon me nejtë më në Kosovë. Edhe ti vetë personalisht nuk mendon me rritën as kaunin, as vajzat në Kosovë. Nuk mendon me rritë. E as ka mërmonit që për na xhiron. As njënë nëse nuk kemi ekonomi të mirë në këtë vend nuk ka me nejtë. Ka me shku dikun ku e gjenë një jetën ma mirë. E ato për me bo ma mirë, mu ma ka thonë Zoti. I ke përvjell mongët? Jo, nuk kam nevojë. Votën atje. Jo, nuk kam nevojë me kërku. Hajde. Me përvjell mongët, sepse karakteri im dhe personaliteti im nuk është që nuk është i njohshëm. Do t'ja kërkoj votën në mënyrë digjitale pothuajse të gjithë senselit. Do të kem takime edhe me ta. Edhe do t'a kërkoj votën direkt, sepse çdo kujt deri sot ja ka mbajt fjalën. Deri sot çdo njanit ja ka mbajt fjalën. Edhe çdo njanin e kam respektu marrëveshjen me gjithë secilin nëse kam premtuar diçka. Një garë jo. Dhe përveç kësaj i dalë kam pas gjithmonë qërqizin. Se dikush thot, nashta edhe antarët partijës i kritiku. Po edhe nesër kom mi kritiku edhe antarët e partijës tam. Se i kom kritiku edhe ma përpara, po edhe nesër kom i kritiku. Nëse ata nuk janë rrugën e duhur, që me ne qytetarët e Kosovës qëto dhe me jetu mirë qëto, unë kam e qenë kritik edhe ndaj partijës tam. Apo le edhe pjesë tjera për ndaj intervistë tjetër, kjo është një letër njoftim. Po të paralajmërova, sepse do t'i le ato ofertat që kom pas pikërisht nga Zotri Kurti. Si? Kom pas oferta pikërisht nga Zotri Kurti. Të cilat? Të cilat do t'i prezantoj më vonë. Me vonë, okej. Më vonë. Dhe nuk jam... Ka joshur po si? Po, në kaftu me na josh. Po i kom të regu jam qërqez, më falë. As nuk shiten, as nuk blehen. Se milionat i kom pas moti, kom lind në familje milionshë, i kom rështu milionat, dhe ti nuk mundesh me mble mu edhe me angull shtetit tam, edhe venit tam. Nuk mundesh. Nuk mundesh. Po lom. S'kan mujt perandori të mëdhaja, e as shtetit Serbijës, e jo një Albin. Sot qenke në fest? Sot janë fest, po fest sot e kem deri me 28 dhjetor. Deri me 28 dhjetor? Me 28 dhjetor e kem vitin e ri. Do t'na vi 30 për para kësaj radhe. Do t'a urojmë vitin e ri me 28 nëntor, me 28 dhjetor, edhe besoj që do t'jetë një rishlirim ekonomik. Një rishlirim ekonomik. Se nuk shkojnë ranat, nuk hecën ranat. Verijo. Ma vonë do të pës për verijo. Qka verijo? Një intervist tjetër. Qka verijo? Ata e të qytetarët Kosovës, qka mujti mi e bo? Ja u këtaj komunat. E tash qka?
Një intervistë. Ka zgjidhje edhe për ta. Veç do të më nxjek gishtat. Ka zgjidhje. Do të më shku mi ble. Mos e zbulot tani planin këtë Tash intervistë. Do të ta flasim. nuk janë as biznismena, këta as nuk dinë, po kush e bre, me hetë për para s'din. S'din. Me dalë me shit dogma, pralla. Vani jonë ka nevojë për mja rrit pagat. Ka nevojë me marrë rrugë 13 punëtorë sikur në këtë botën. Ka nevojë mja ul shpenzimet e shportës. Ka nevojë biznesën mja hek rrymën fare. Qysh e ka Gjermania, qysh e ka Zvicra, qysh e ka Izraeli, qysh e ka Amerika, qysh e ka Anglia. Biznesën s'pagujnë rrymë hiç. Edhe shport është më e lirë, po jo s'pagujnë. Ka varianta, na do të marrë modelet më të mira që kanë. Mos e harxh Arsenalin. O, kam ball. O, kam Arsenal për me ndërtu vendin tëmë. Po e kam vënë gjithçka për vendin tëmë. Edhe kam e vënë gjithçka. Që je liberal dhe nuk kursesh nga asnjë lloj kritike edhe për njerëz të tu, për njerëz të rrethit ton, kur mendon që ata nuk janë në rregull. Kështu që Nuk moj me kursye askan që del kundër vendit edhe kundër gjakut derdhën për këtë vend. Nuk moj me kursye askan. Prej Gjergj Kastriotit, 1468 kur ndroi jetë. Lavdi post. Për jetën mëtë, ne gjithmonë kena vujt për më shliru edhe për me mbjetu e me jetu në këtë vend. Sa gjaku është derdhë, deri në 1912. Më shliru ato 28.000 km e 342 km katror Shqipërisë. E pastaj mbetëm pa drejtësisht. Pjesa më e madhe, 80% e territorit shqiptar, jashtë kufive administrativ Shqipërisë. Na u desht edhe një luftë me u fillu nga ushtria shterimtare e Kosovës, e më mbaru nga ushtria shterimtare e Kosovës mendimin Amerikanë dhe NATO-n. Sot, kur po flasim me Amerikën dhe NATO-n, çfarë raporte kena? Çfarë raporte kena? I kena raportet qysh i ka po Serbia me Amerikë. Ma bre se kjo është gjyna, kjo është krem ku na ka pru, kjo është krem, është idjetësi. Na ka shtjeru, na ka dho lirije, na ka këthy në Kosovë, kretë Prishtina e kemë shuna, qëto me 24 mars. E kemë shumë në Prishtinën kretë, gjithë njone, nuk e na konë shpe, na konë qëto poshë në trem për blocë. Kretë në blocë na konë. O konë ajo Amerikë që na ka këthy. A sot me dalë me sho, marrë më rëshke, marrë rëshke. Kjo është marrë. Në emisionin tjetër, mos i kam shkako Arsenalin. sa dush bagazh, sepse nuk mendoj më shumë se 8 vjet me najt Në politik? Politik. 8 vjet. Mendoj në mbrana 8 vjetë me realizu komplet planet ekonomike dhe pastaj njerëzit do t'jenë veç numra që do t'hynë dhe dalin, sepse nuk besoj askush që do t'a ndryshoj atë plan ekonomik, zhvillimor për vendin tonë. Edhe besoj shumë në punën që do t'a bëj me ekipin tonë të mrekullueshëm, me Betri Hamzën, njeriu më të mençur në ekonomi, që jo që do t'a rinjollim ekonomien, po edhe do t'i kthejmë komplet afaristat shqiptarë që kemë në Evropë me armë investu në Kosovë. Sepse kemë pako edhe ide se qysh mja ushti parë në tre këtë diasporës. Dhe jo me shku me ble zallë në Serbi, edhe mja rrit banesat mërgjimtarëve tanë 5-600 vend 800 euro në fushë Kosovë. Zotimet e para po jep. Prej një njëve që ka pas metra, na ka shku 2.000 euro metri. Do të flasim në emisionet tjera. Ruaj. Kam boll. Për ekonomi, kam boll. Do të minimu këti dheni. Kryezi ka vendosur të hy garës për deputat në këto zgjedhje të jashtëzakonshme për 28 nëntor. 28 dhjetor. 28 dhjetor. Dhe shumë afares tjerë që ndodhen edhe në listë Partisë Demokratike, edhe në listën e partive të tjera, janë të shqetësuar për nivelin kritik të mjedisit bërit të biznes në Kosovë. Këto shimi shpejt në paraqitjen e Mos harroni, Partinë Demokratike dhe numrin 103. Për zhvillim, për ndërtim, për pak të 13, rritje të pensioneve, rritje të luksit familjar dhe zbritje të energjisë elektrike, zbritje të shportës, ushqyrje më të mirë në familjet e juaja, dhe jo të kurseni atë blej sot mish me hongër, apo të rri veç buke margarin. Herën tjetër, do të shpalosim me detaje ekonomike, çka do që të ka, që ta rregullojmë këta. Shimi shpejt në paraqitjen tjetër. Faleminderit, shëndet të gjithë mirat e Zotit, ju dhe çdo shqiptarit kudo që frymon. Urime. Dhe në veçanti ambasadorit ton më të mrekullueshëm që kemi në botë, që janë diaspora jonë unike,
dhe që kanë qenë vendimtare gjithmonë në mbrojtje dhe përkraje të atë dhejut. Se nga diaspora u themelu edhe ushtria qeverimtare e Kosovës. Kështu që pres ata me ardhë dhe me bo një ndryshim edhe me bo një ndryshim. Edhe janë të mirë se ardhë. Shihemi në emisionin e tjetër. Faleminderit, shëndet. Lutem.